Përshëndetje miqtë e mi. Përballja me vdekjen nuk është diçka që mund të harrohet lehtë. Madje as koha nuk mund ta fashis. Personazhi i historisë sonë të sotme u përball disa herë me vdekjen. Hera e parë ishte në moshën 3-4 vjeçare. Në atë moment ishte duke kaluar rrugën së bashku me qenin e tij. Zonja Ponte! Zonja Ponte! Çfarë ka ndodhur? Nuk e për ta besuar atë që do të tregoj. Është mrekulli që Davidi është ende gjallë. Pak më parë deshe shtypi një kamion. Prandaj është bërë kaq pis ai? Rrobat e tij janë gjithë balt. Qeni ju hodh përsipër, edhe ai ra në kanal. Ata ishin duke kaluar rrugën edhe nëse Pete nuk do ta kishte bërë këtë, kamioni do ta kishte shtypur. Lavdi Perëndis. Po Pete si është tani? Kamioni është shtypi para se ai të largohej nga rruga. O jo, është vrarë shumë? Mendoj se ka ngordhur sepse nuk lëviz fare. Sidoqoftë, ai i shpëtoi jetën Davidit. Po ndiqnin të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 309, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Çdo ditë dëgjojmë për luftrat kundër terrorizmit, por në fakt ne luftojmë një luftë më të madhe. Luftë që ka nisur kohë më parë dhe është kundër një armiku që nuk shihet. Luftë pasojat e së cilës janë vdekjeprurse. Personazhi i historisë sonë të sotme ka luftuar këtë luftë deri në ditën e sotme, duke qenë se ka qenë disa herë edhe në Irak. Kjo është historia e David Apontes, e marrë nga doset klasike të lirë nga prangat. Është kjo një dëshmi e vërtet që tregon se si zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Duke qenë se isha shumë i vogël, nuk mund ta mbaja mend qenin që më shpëtoi jetën. Por disa vite më vonë fillova të mendoja rreth kësaj ngjarje. Ne jetonim në periferi të Chicagos, ku kisha lindur. Isha fëmia i madh dhe kisha 3 vëllezër dhe 1 motër. Babai ishte nga Porto Rico, ndërsa nëna nga Anglia. Ajo na çonte gjithnjë në kish, por për mua Perëndia nuk ishte i vërtet, deri ditën kur së bashku me vëllezërit shkatruam garazhin e një fqinji. Ju e bët gjithë këtë rrëmuj? Duke thyer gjithçka? Jo, nuk e bëm ne këtë rrëmuj. E po, mua mund të më gënjeni, por mos harroni, Perëndia di çdo gjë. Mirë pra mami, ne pranojmë, ishim ne. Po, ishim ne. Na fal. Më vjen mirë që tha të vërtetën, por sidoqoftë, unë duhet t'ju ndërshkoj për gabimin që keni bërë. Kur isha 12 vjeç, prindrit e mi blenë një fermë në kodrat me brezare në jug perëndim të Wisconsinit. Shkonim atje vetëm fundjavave. Në atë kohë kisha filluar të rebelohesha dhe grindesha shumë me familjen. Pasi grindesha shkoja në kodër, ku qaja dhe lutesha duke i kërkuar Perëndis të më ndihmonte, por ai nuk përgjigjej. Më pas, në moshën 15 vjeçare, një mëngjes ambulanca erdhi për të marrë baban dhe e dërgoi në spital. Atje ishte edhe gjyshja, e cila na çoi në shkollë. Gjatë gjithë rrugës vetëm qaja. Si është babi? Është më mirë. Doktorët thonë se pësoi infarkt. A do të mbijetoj? Sigurisht që po. Këtë mëngjes zemra e tij pushoi së rrauri, por doktorët e risollën në jetë. Unë nuk doja të shkoja në shkollë, por gjyshja tha që kështu do të mund të humbisnim pak mendjen. Jam lutur shumë. Edhe unë jam lutur, David. Perëndia duhet na ketë dëgjuar. Kjo ndodhi për fajin tim. Pse mendon kështu? Sepse jam grindur shumë me ty edhe babit. Po këto janë thjesht krizat e adoleshencës. Dhe më thënë unë e kam fajin. Nuk thash këtë, por nëse nuk do të tregohesh e kaq rebel, do të ishim shumë mirënjohës. Kur babai u bë më mirë, të afërmit tanë vendosën ta shisnin shtëpinë tonë dhe të shpërnguleshim në fermë në Wisconsin. Menjëherë pas shpërnguljes, pata një zëng të fortë me prindrit. Kështu jam mbatha në kodër për të qenë vetëm dhe për t'u lutur. O Perëndi, pse janë kështu gjërat? Pse nuk kaloj mirë me mamin dhe babin? Të lutem më ndihmo të gjej paqe. Vetëm kaq të kërkoj. Paqe në shtëpi.
Si shkoi mësimi? Mirë, kam vendosur që të mos besoj më në ekzistencën e Perëndisë. Çfarë je duke thënë kështu? Të vërtetën. Ti më ke gënjur gjithë këto vite. Por tani unë e di se cila është kjo e vërtet. Perëndia nuk ekziston. Duhet të ta laj gojen me sapun para se ta zësh Perëndin me gojë. Kjo nuk do ta ndryshonte të vërtetën. Perëndia është thjesht një mbështetje për njerëzit që nuk kanë guximin ose mençurinë për të ecur me këmbët e tyre. Po si mund ta thuash atë pasi e pe me sytë tu se si babai yt u shërua? Si mund ta hedhësh teja të mrekulli që ndodhi? Doktorët ishin ata që e bën mrekullin. Mami, njeriu e ka përgjigjen për çdo gjë. E kujt i duhet Perëndia? Kjo ishte një periudhë trishtimi për nënën, sepse her pas here i thosha se isha ateist. E dija që po e lëndoja, por nuk shqetësohesha fare. Megjithse gjatë shkollës së mesme gjërat shkonin mirë. Luaja futboll dhe kisha shumë miq. Vitin e fundit të shkollës nuk luajta më futboll, por fillova të pija alkol. Çdo fundjavë dehesha, por u afshehja prindërve këtë gjë. Në dhjetor të vitit 1975, unë dhe shoku im u regjistruam në ushtri si pjesë e forcave pasive. Kjo po që është tjetër mik. Po pra, të gjithë shokët tanë janë në klasë, ndërsa ne po bëjmë qejf. E pse të mos bëjmë? I kemi marrë të gjitha kreditet që nevojiten për të diplomuar. Po pra, kjo është fitore. Jemi vetëm 18 vjeç edhe në ushtri. Vetëm 3 javë na kanë mbetur. A ke frikë nga trajnimi fillestar? Hiç fare. Asun. Duhet vetëm ta mbajmë gojën mbyllur edhe të bëjmë çdo gjë që na kërkojnë. Gjatë trajnimit fillestar nuk pija shumë, sepse e dija që nuk do t'i përmbushja detyrat e mia. Një të diel në mbrëmje shkova në një kishë që të shpëtoja nga pastrimi i kazermës, edhe gjithashtu për të mësuar se si t'i mbroja argumentat e mia. Predikuesi i ri foli se si Perëndia i përgjigjet lutjes dhe se si ne harrojmë ta falenderojmë atë. Ndjeva shumë faj në zemër. U ktheva në kazermë dhe u luta në heshtje. Perëndi, më vjen keq që të kam mohuar. Të falenderoj që ju përgjigje lutjes time për paqe kur unë isha i vogël. Gjërat shkuan mirë gjatë shkollës së mesme, edhe nuk pata më zënka me prindrit. Edhe një herë faleminderit. Për së dyti mësova se Perëndia ekzistonte, megjithatë unë ende nuk e njihja atë. Pas trajnimit u bëra pjesë e këmbësorisë toksore në Washington. Për një vit u përpoqja shumë që të isha një ushtar i mirë, por më pas ju ktheva sërish alkoolit. Gjatë një feste në kazermë, dikush më ofroi të pija marijuanë, edhe pranova. Unë bleva një bateri dhe për një kohë të shkurtër luajta me një grup rocku jo shumë të dëgjuar. Më pas fillova të shkoja në koncerte të ndryshme për të studiuar baterinë, por koncertet dhe droga më futën në dëshpërim dhe më bën konfuz. Kur shkoja në kazermë i tregoja shokut të dhomës se si ndihesha. Përse shkon në koncert kur të shkakton këtë ndjesi? Mbase po kërkoj diçka. Jap se unë qëndroj në kazermë duke pirë birrë. Na, merre një. Më mirë këtu se sa të dëgjoje gjërat që u thanë sot në mbrëmje tek qendra e argëtimit. Çfarë gjërash? E ku ta di unë punë feje? Isha ulur atje dhe nuk doja të ngatrohesha me njëri. Por një djalë mu afrua dhe më pyeti: "A njeh Jezusin?" Ishte e predikues? Jo, ishte ushtar. Besoj se i the të hiqej sysh apo jo? Sigurisht që jo. I thash se e njihja Jezusin. Ai është biri i Perëndisë. Ja pas ke mbyllur gojën me këtë. Në fakt jo. Ai tha: "Jezusi nuk është vetëm kaq. Ai vdiq për ty në kryq, sepse ti je mëkatar." Sa i poshtër je marrë qefli mashtrues. E shava dhe u largova. A Ponti, beson në Perëndi ti? Ore, me se merresh ti një herë? Me alkol, plako. Dhe që ta dish, biemri im nuk është Aponti, por Aponte, me e në fund. Mirë Aponte, por beson në Perëndi apo jo? Dikur nuk besoja, por tani po. E pse beson? Besoj sepse disa nga lutjet e mia janë plotësuar. Kur unë isha 3 vjeç, qeni im më shpëtoi jetën. Kjo ishte mrekulli për mua. Nuk e dija që po rria në dhomë me një fetar. Jo, unë nuk jam fetar. Besoj tek Jezusi, por nuk flas për të. Dhe as nuk përpiqem fare të bind të tjerët të besojnë tek ai. Është diçka personale mes meje dhe Perëndisë. Të lumë plako. Kështu vazhdo atëre. Një natë shkova në një koncert me disa shok, dhe atje morëm disa vajza. Kisha pirë 2 bira, por isha i kthjellët. Pas koncertit u nisëm të shkonim tek makina e tyre, por ato kishin pirë aq shumë drogë sa nuk mbanin mend asgjë. Nuk më kujtohet ku e kam parkuar makinën.
Mos më thuaj. Fare nuk e mban mend? Mendoj se është nga Joan, po më kujtohet që ecën mbi kodër para se të hynin brenda në ndërtesë. Mirë. Po shkoj të shoh një herë. Ups! Deshurëzova. Duhet më ndihmosh pak se unë nuk eci mirë. Atëherë duhet sigurohesh për makinën se nuk dua të mbaj në krah deri tek vendi i parkimit. E gjeta, është atje. Në këtë gjendje që je ti, do ishte mirë ta merrja unë timonin në dorë. As mendje nuk e ke në vend. Dëgjoj këtu ti, ushtar. Kjo është makina ime, kështu që do ta ngas unë. Kush tha që unë nuk e ngas dot, ë? Në rregull, por nga dalë sot tani. Mos ki frikë se më ke mua këtu. Po Kujdesat makinën. Oh, nuk mund ta besoj. Gati sa nuk u përplasën, por çfarë bën kështu? Sa të madhe e bën edhe ti. Arrita ta shmangja apo jo? Nuk jam i sigurt për këtë. Kjo që po më bën ta humb turimin. Mua hiç fare. Ti the se nuk mund t'i jepja makinës edhe tani po përpiqesh ta vërtetosh. Dgjoj, unë nuk mendoj se arrite ta shmangesh, por kjo ishte vërtet mrekulli. Prit një minutë, ktheu pas dhe ma tregoj historinë edhe një herë nga fillimi? Domethënë që as mua nuk më beson. Një ligj i fizikës thotë, dy objekte nuk mund të zënë të njëjtën hapësirë në të njëjtën kohë. Por po të them se e pash. E pash atë makinë që po frenonte para nesh dhe makina në të cilën unë isha, po frenonte nga e majta, megjithse jo shumë larg. Çfarë do thuash jo shumë larg? Po thua se makina juaj goditi makinën tjetër? Jo. Ana e djathtë e parakolpit kaloi në të njëjtin vend ku kaloi ana e majtë e parakolpit të makinës përballë. Prit pak. Dhe as nuk u vrat e as nuk u përplaset kështu? Po, pikërisht kështu. Po kjo është e pamundur Aponte. Duhet kish pasur halucinacione. Po unë nuk kisha pirë as drogë dhe as alkol. Jam i sigurt që nuk kisha halucinacione. E po kjo është e pamundur nëse do të merrnim në konsiderat ligjet e fizikës. Kjo quhet mrekulli, plako. Po, vërtet mrekulli. Njerëzit sot nuk i besojnë më mrekullit. Por unë e pash me të vërtet ato që ndodhi. Hoqa dorë nga koncertet e rockut dhe nga bateria, për të kaluar më shumë kohë në kazerm duke pirë bira me shokun e dhomës. Jo ndodhte çdo natë. Kur u futa në ushtri peshoja 66 kg, por bira bëri që të shkoja në 95 kg. Bleva një makinë dhe më pas njoha një vajzë që e kishte larg shtëpinë. Kështu që e shoqëroja me makinë. Në fund ne filluam të jetonim së bashku. Ishe i uritur. Kështu të bën ushtria. Mezi po pret largohesh apo jo? Ashtu është. Edhe 90 ditë më kanë mbetur. Më pas do të jem një qytetar i thjesht. Pres me padurim të kthehem sërish në shtëpi, në kodrat e Wisconsinit. Po unë se do t'ja bëj pa ty. Po mund të vish me mua nëse do. Do të më pëlqente ta takoja familjen tënde. Jam i shqetësuar, Beki. Një nga shokët është zhdukur. Si është e mundur? Nuk e di. Ka thuajse 2 javë që nuk është parë. Disa nga djemt thonë se është larguar pa leje, por kjo nuk është e vërtet. Edhe ati 90 ditë i kishin mbetur, si unë. Nuk mendoj se do të mund të largoj pa leje kurse shpejti do të dilte. Mbase ke të drejtë. Përveç kësaj ai do të më kishte treguar nëse do të largoj, po ashtu do të më kishte shkruar. Mbase i është kthyer drogës edhe nuk i intereson më asgjë. Në fakt ai merrte drogë. Disa ditë më vonë kishim stërvitje në terren. Në orën 10 në mbrëmje na erdhi një njoftim në radio dhe ishte një thirrje e largët nga ato të zakonshme që vijnë gjatë stërvitjes. Jehona 37, ju flet Jehona 31, marrje. Jehona 31, këtu Jehona 37, ju dëgjoj marrje. Jehona 37, kemi gjetur një trup të pajet pranë një pijetoreje në koordinatat 9863 1628. Presim udhëzime. Marrje. Jehona 31, do të takojmë atje, por pa u lidhur më në radio. Marrje. Trupi i pajeti përkiste shokut që kishte humbur, i cili ishte qelluar 4 herë me armë. Po sikur të kisha vdekur unë në vend të tij. E vërteta e hidhur e vdekjes më të merronte, sepse e dija që nuk kisha një marrëdhënie me Perëndin. Si shumë të tjerë mendoja se të pajtoheshe me Perëndin do thoshte të fitoje favorin e tij ose të ndryshoje. Kështu që vendosa të ndryshoja dhe të mos jetoja më në mëkat. Unë e di që të martohesh është një gjë shumë e mirë, David. Po përse kaq papritur? Se shpejti unë do të mbaroj ushtrin. Po e di, por kjo nuk është arsyeja e vërtetë apo jo? Ashtu është. Kur pa shokun tim të vrarë, kuptova se jeta nuk është e sigurt. Prandaj dua të pajtohem me Perëndin. Pa shiko, nuk e dija që ti besoje në Zot.
Besoj, vetëm se nuk flas shumë për ta. Cila do qoftë arsyeja, më vjen mirë që do të martohemi. 3 muaj pasi u martuam, unë dola nga ushtria. Dhe ne shkuam të jetonim me prindrit e mi në rejsin të Wisconsinit. Shkonim në kish, dhe nëna ishte shumë e gëzuar që besoja sërish në Zot. Më pas u shpërngulëm në Hillsboro, ku fillova të punoja në një fabrik. Atje nisa të merrja me vete në shtëpi pjesë dhe vegla të ndryshme, duke përdorur çantën e ushqimit me idenë se i meritoja. Vazhdoja të pija alkool, dhe kjo gjë më solli probleme në martesë. Në mars të vitit 1980 ne vizituam prindrit e mi dhe shkuam në kish me ta. Ne jemi prekur nga mëkati që kur kemi lindur. Ose e thënë ndryshe, ne kemi lindur në mëkat, të ndarë nga Perëndia. Nuk ka as një njeri të drejtë, as edhe një. Ja përse Zoti Perëndi tek libri i Ezekielit, kapitulli 18, thot: pendohuni dhe braktisni tërë shkeljet tuaja. Kështu paudhësia nuk do të jetë më për ju shkak shkatërimi. Miqtë e mi, mëkati të shkatëron. Tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 13, vargu 5, Jezus i tha: nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. Ky është lajmi i keq. Ekziston një çmim që duhet ta paguajmë për mosbindjen ndaj fjalës së Perëndisë. Paga e mëkatit është vdekja. Por Ungjilli, lajmi i mirë është ky. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Ai vdiq dhe u ringjall që ne të shpëtohemi, për të na dhënë fitore mbi mëkatin dhe vdekjen. Jezus Krishti, edhe pse ishte në trajt Perëndie, e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori. E u bëi ngjashëm me njerëzit dhe e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje. Deri në vdekje të kryqit. Përse? Sepse nuk kishte asnjë mënyrë tjetër për të marrë faljen e Perëndisë për mëkatin. Nëse besoni se Jezusi vdiq për mëkatet tuaja, pendohuni tani dhe pranojeni atë si shpëtimtarin dhe Zotin tuaj. Doja ta pranoja ftesën e tij, por hezitova, sepse mendoja se isha shpëtuar tashmë. Unë dija shumë për Jezusin se si ai vdiq në kryq. Ajo që nuk dija ishte se ai vdiq për mua, që unë të shpengohesha nëpërmjet gjakut të tij. 2 muaj më vonë, ditën e nënës, ne i vizituam sërish prindrit e mi dhe shkuam në kish me ta. Tani isha edhe më i bindur se isha mëkatar, dhe gjatë predikimit e dija që nuk isha i shpëtuar. E dija që do të shkoja në ferr, por i druesha ftesës. Duke luftuar me Perëndin, ula në stol mes babait dhe gruas time. Më në fund, u theva nga mëkatet dhe ju dërzova Krishtit. U ngrita edhe dola përpara. Sikur ta dije sa shumë jam lutur për ty. Gjithë këtë kohë ti e dije shumë mirë që unë nuk isha i shpëtuar në, apo jo? Po, ashtu është. Doja të dilja përpara edhe herën e shkuar kur ishim këtu, por siç thash, mendoja se isha i shpëtuar. Sidoqoftë, tani ke rilindur, mund ta shoh ndryshimin tek ti. Më vjen keq për gjithë atë kohë që të kam thyer zemrën, duke të thënë se Perëndia nuk ekziston. Por unë isha e bindur se ti do të ndryshoje, Bir. E mban mend që kur ne ishim të vegjël, ti na mësove vargun nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, vargu 16. Ne të gjithë mund ta citonim atë. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Në zemër e dija, por nuk e besoja. Ishte maj i vitit 1980. Ne gjetëm një kish në Hillsboro dhe filluam të rriteshim në besim, duke dëgjuar dhe lexuar fjalën e Perëndisë. Ishte viti 1981 kur vajza jon lindi dhe po atë vit i me shoqe pranoi Krishtin si shpëtimtarin e saj. Fryma e shenjtë më bindi se duhet i ktheja mbrapsht gjëra që kisha vjedhur në punë dhe kështu bëra. Ne filluam të dëgjonim programin Të lirë nga prangat dhe unë kërkova broshurat e misionit. Çdo qershor shkoja në kampe verore me trupat kombëtare të Wisconsinit. Sot paska shumë lagështi. Po bra, po mirë të marshonim se sa të duronim për mërzi. Unë mund të të jap disa gjëra për të lexuar nëse do. Ashtu? A të kam vetur ndonjë nga ato broshurat? Gjezi po e lexonte një dia dhe u prek nga historia e saj. Kam po si? Ja, kjo është broshura që ai po lexonte. Të lirë nga prangat. Mëkatari shpëtohet. Po, këto po lexonte. E joti është kjo, David? Po, e inja.
Kam shkruar emrin nga brenda që të mund të ma kthesh dhe t'ua kalojmë të tjerëve. Mendon se kjo histori është e vërtetë? Jam i bindur për këtë. Marti ishte një marinc. Kam edhe një broshurë tjetër që po e lexon Joy. Në të flitet për një djalosh i cili ka kaluar shumë kohë në burg. Tani ai është një njeri i ri. Nga gjen këto? Mi dërgojnë nga Pacific Garden Mission. Ata prodhojnë radiodrama të historive të vërteta. Programi quhet Të lirë nga prangat. Ashtu? Po unë kam dëgjuar në radio këtë program. Ja adhuroj ato histori. Në broshurë shkruan historitë e transmetuara. Sa mirë. Në Bibël është një varg që thotë: "Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha u bën të reja." Shumë faleminderit David. Do të ta kthej sërish këtë. Atëherë broshurat kaluan në shumë duar. Të paktën ja 20 veta i lexuan, por nuk mbaroi me kaq. Broshurat i nxitën të gjithë që të flisnin për Perëndin. Shumë shpejt 3 besimtar filluan të flisnin hapur për Jezus Krishtin dhe për shpëtimin. Unë duhet të largosha herët nga kampi, sepse dikush në familjen time kishte ndërruar jetë. Më vjen mirë që të lejuan të kthehesh, David. Po pra, ati u përpoqën të flisnin për Zotin. Me të vërtet? Aha. 2 veti ishin thuajse gati për ta pranuar Jezusin si shpëtimtar. O, qa gëzimi! Në kamp kishin ardhur shumë njerëz. Ishte mundësi e mirë për të dëshmuar. Mendoj se mundësia na ofrohet në çdo vend pune, apo jo? Po ashtu edhe në lagjen ku jetojmë. Fushat janë bërë gati për të korrat. Por unë nuk jam një dëshmitar i mirë. Ja pse më pëlqejnë broshurat e programit Të lirë nga prangat. Ata e shpallin ungjillin shumë qartë. Më mirë se unë. Ke ndryshuar kaq shumë që nga koha kur u shpëtove. I shkrova një letër Pacific Garden Mission për t'i falenderuar për shërbesën e programit Të lirë nga prangat dhe për të porositur broshurat të tjera. Ata më kërkuan të jepje dëshminë time, e cila u prodhua në dhjetor të vitit 1984. Më gëzonte fakti që Perëndia po e përdorte jetën time për të arritur të tjerë për Krishtin. Doja të shkoja në mision dhe që kjo të ishte puna ime, por Perëndia kishte plane të tjera. Këtë gjë diskutova edhe me nënën time. A të kanë kthyer përgjigje ata të misionit? Po, më dërguan disa broshura dhe një libër për studimin e Biblës që do ta marr me vete këtë verë në kamp. Sa mirë. Është fantastike në fakt. Duam t'i inkurajojmë besimtarët dhe kjo është mënyra më e mirë për t'i ndihmuar ata gjatë kohës që nuk do t'jenë duke u stërvitur. Sa më shumë kalojnë vitet, aq më i gëzuar je për të shërbyer në ushtri. Është e vërtet, mami. Mes qindra ushtarëve mund të them se vetëm 9 ose 10 prej tyre nuk e kanë dëgjuar ungjillin. Dhe shumë e kanë pranuar Krishtin si shpëtimtar. Po kjo është e mrekullueshme. Nuk është merita ime, por e Perëndisë. Me kalimin e kohës fillova të jepja mësim në një shkollë të mesme, por vazhdoja të shërbeja me trupat kombëtare të Wisconsinit dhe më pas u bëra oficer. Një verë shkova në Kanada për të shërbyer në një kamp për adoleshent. Kur shkoja në shkretëtire ndjeja Perëndin shumë pranë dhe në dimër bënim kamping me qent, duke të rrequr një slit me pajisje. Vitet kalonin dhe vajza jonë u rrit dhe u martua. Gjatë luftës në Irak, trupat tanë u thirrën për të dalë në terren. Do të shkosh në Irak? Por babi kur do të niseni? Pas 2 javësh, dhe këto kohë do t'jemi të zënë me përgatitjet. Sa kohë do qëndroni andej? Po 1 vit. Po punën në shkollën e mesme? Do ta rifilloj kur të kthehem. Do të më marri shumë malli për ty. Dhe mua, Kristen. Prandaj jemi stërvitur gjithë këto vite. Dhe vendi ynë ka nevojë për ne. Sidoqoftë, duket kaq e pavërtet. A do të mund të shkruaj? Sigurisht që po. Do të t'jap adresën. Përveç kësaj do të mund edhe të përdorim emailin. Nëse do të kesh nevojë për ndonjë gjë do ta dërgoj me postë. Faleminderit, zemër. Babi, mendoj se do të mungojnë shumë kampet me qent gjatë dimrit. Po, jashtëzakonisht shumë. Megjithse edhe në Irak bën ftohtë në dimër, por ajo për të cilën do të më marr malli më shumë janë shkretëtira dhe familje. E ke lajmëruar gjyshen? Ende jo. Do ta telefonoj pastaj. Babi, do të lutem që Perëndia do të kthej shëndoshë mirë në shtëpi. Do t'je mirë, zemër. Pavarësisht se çfarë mund të ndodhë, unë kam Perëndin. Ai na ka premtuar se asnjëherë nuk do të na lërë apo braktis. Babai shkoi në Irak në vitin 2004 dhe u ngrit në pozitë, por atij I pëlqente të thoshte se ishte një ushtar I thjeshtë I ushtrisë së Perëndisë. Dëshmia e Timeti u prodhua në programin Të lirë nga prangat kur unë isha ende fëmijë. Kur unë I shkrova misionit për të marrë një kopje,
Ata vendosën ta rishikonin, dhe kështu realizua kjo dëshmi klasike: jam shumë krenare për Timat. Ai hyri në ushtri që në moshën 18 vjeçare dhe e di që Perëndia e ka ruajtur. Nëse nuk do ta shoh më asnjëherë në këtë jetë, e di se do ta takoj në parajs, sepse ai beson tek Perëndia. Po ju të gjues të dashur, ku besoni? Edhe ju mund të merrni faljen dhe jetën e përjetshme vetëm nëpërmjet Krishtit, sepse ai mori gjykimin tuaj në kryq. Ai tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhet të vdes, do të jetojë. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë për jetë." Nëse edhe ju dëshironi të merrni jetën e përjetshme, do t'ju ftoja të lutoheshit së bashku me mua tani. Perëndi dashur, vi tek ti si një mëkatar duke kërkuar faljen tënde. Unë besoj se Jezusi vdiq në kryq për mëkatet e mia. E besoj se ai u ringjall dhe jeton për të më dhënë një jetë të re. Faleminderit Zot për sakrificën tënde. Faleminderit për dhuratën e jetës përjetshme. E në zemrën dhe në jetën time, Zoti Jezus, dhe më ndihmo të jetoj për ty. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me ne, na shkruani dhe ne do dërgojmë disa libra që do t'ju ndihmojnë të ecni në këtë jetë të re me Krishtin. Adresa jonë është Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 309. Kjo ishte historia e vërtetë e Davida Pontes. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe usoll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru të qofshim.